Assalamu alaikum, miq të dashur. Mirë se po takohemi në emisionin tonë më të ri që quhet Në Mejtet. Ky emision do të sjell atmosferën e mësim besimit në shumë prej xhamive të Kosovës. Në këtë emision do të zhvillohet një garë tejet interesante, ku do të merrni pjesë pikërisht ju, që tashmë jeni duke vjuar mësimin në për këto xhami. E unë me zipres t'ju takoj, të garojmë së bashku e t'i testojmë njohuritë e juaja rreth festë tonë të bukur islam. Çdo ajet rri në zemër, na afron Allah te ti. O Mejtet, sa të dua, plot me. E sot, takimin tonë të parë do t'a zhvillojmë në xhamin Mulla Bahtir Majaci në Prishtinë, ku unë besoj edhe jo, jemi shumë kurreshtar e shohim se si do të zhvillohet gara në këtë xhami. E janë të shkojmë. Duam prind me respekt, mësuesin me nder e pres. Jap selam, buz në gaz. Selamu alaikum. Bëjmë dua zemra qet, o Allah, na bëj të drejt, na dhuro dritë e paqe, na. është një emocion edhe është një emocion i veçantë, kanë emocione të përzjera në anën tjetër me këshyrën ndoshta përgatitjet sa janë bo edhe kërkesa ose dëshira përfitore e cila mbretëron te garusi tanë. Mësimet që mirën në xhami janë mësime statike, edhe nuk ndryshojnë që të fatiha, që të shahadet, që e mëson fëmiju në xhami, nuk ndryshon derisa ta takon Allahun e Madhreshëm. Edhe fëmijët tani kanë kohë të lirë të mjaftueshme, por edhe prindërit e kanë sfidën çka me bë me verën, çka me bë me fëmijët kur shumicën absolute të kohës po e kalojnë në telefona. Prandaj ju bëjmë thirrje. E janë këtu në xhami, sillni fëmijët tuaj në xhami në mënyrë që ti kemi në kontroll edhe ju si prindër edhe ne si komunitet, edhe fëmijët ta shijojnë jetën e reale përtej asaj jetës virale përmes telefonave dhe tabletave. Këtu përveç mësimit kemi edhe aktivitete si shumicën e xhamive të tjera, kemi aktivitete edhe në aspektin e edukatës fizike dhe dalje, shkuarje, ushqime kapakleta dhe diçka të ngjashme, domethënë që fëmijët shijojnë të tona prej tyre e mbi gjitha shijojnë atmosferën, shijojnë edhe shoqërinë që ndoshta nuk e gjejnë dikun tjetër. Nur je për mua, bashkë këndojmë, bashkë mësojmë, me iman jetën zbukuroj. Duam prind me respekt, mësuesin me nder e pres. Jap selam. Dhe të dashur miq, tash jemi tek pjesa më kryesore e programit. Garuesit janë gati, a jeni gati? Po ashtu publiku janë të mrekullueshëm. Tash do i shpjegojmë rregullat e garës. Gara i ka gjithsej 4 rubrika. Rubrika e parë është rubrika e Kur'anit. Një pyetje e keni njohuri të përgjithshme nga Kur'ani, që i keni për çdo pyetje nga 3 pikë, dhe një pyetje e keni lexo surën. Dhe për çdo pyetje e keni nga 5 pikë. A jeni të gatshëm me fillu? Okej, atëherë fillojmë me Enesin. Unë jam Enes Fazlia, i kam 12 vjetë dhe vin nga Prishtina. Enes, pyetja e parë për ty është: cila është fjala e parë e zbritur në Kur'an? A ke përgjigje? Fjala e parë e zbritur në Kur'an është fjala Iqra, që në gjuhën shqipe do të thotë lexo. Në rregull, vazhdojmë me Anuarin. Unë jam Anuar Saiti, jam 12 vjeç dhe vjen nga Prishtina. Anuar, pyetja e parë për ty është: sa gjuza i ka Kur'ani? Kurani i ka gjithsej 80 gjuza. Po, pra, përgjigja juaj është e saktë. Kur'ani i ka gjithsej 30 gjuza. Unë jam Mita Supi, i kam 12 vjetë dhe vin nga Prishtina. Atëherë, pyetja e parë për Edën është:
sa vite zgjati zbritja e Kur'anit? Zbritja e Kuranit zgjati 23 vite. Po, pra, Eda, përgjigja juaj është e saktë. Kur'ani zgjati gjithsej zbritja e tij 23 vite. Unë jam Ajon Sahiti, jam 11 vjeçare dhe vi nga Prishtina. Pyetja e parë për Ajanën është si quhej shpella ku filloi zbritja e Kur'anit? Shpella Hira. Po, pra, shpella në të cilën filloi zbritja e Kur'anit quhet shpella Hira. Unë jam Art Sopi, kam 11 vjeç dhe vi nga Prishtina. Pyetja e fundit e këtij raundi për Ardin është cila sure konsiderohet si 1/3 e Kur'anit? Surja e Ikhlas. Ikhlas, po, pra. Surja e cila konsiderohet si 1/3 e Kur'anit është surja Ikhlas. Mirë, tash mos e kalo mikrofonin, do fillojmë nga ti. Na lexo pikrisht surën Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah. Bukur. Vazhdojmë te Ajona. Okej, Ajona, ti na lexon surën Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Mashallah, shumë bukur. Vazhdojmë tek Eda. Eda, ti na lexon surën Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharrin waswasil hannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jannati wan nas. Bukur. Vazhdojmë tek Anuari. Anuar, na lexo ti surën Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma halak wa min sharri ghasikin idha halak wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasadin idha hasad. Hasad, mashallah, bukur. Atëherë Enesi, Enes, na lexo surën Masad. Tabbat yada. Hajde, bismillah. Tabat yada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi. وأبي والتب. Adin. Rregull. Atëherë këtu përfundon rubrika e parë. Pikët e kësaj rubrike do I dini në fund të garës. Mirë, atëherë vazhdojmë me rubrikën e dytë, që është rubrika e pyetjeve me numrim. A jeni gati për këtë rubrikë? Rubrika me numrim, unë ua bëj pyetjen dhe ju I numroni ato gjona që kërkohen në pyetje. Në rregull? Atëherë vazhdojmë me Enisin përsëri. Numroj kushtet e imanit. Kushtet e imanit janë besimin në Allahun, Po. 1, besimin në pejgamberët, 2, besimin në librat e Zotit, Po. besimin në kadon dhe kaderin e Zotit, besimin në ditën e gjykimit, edhe besimi, E ke harru dhe një? Dytën e ke harru. besimin në melekët e Zotit. Po. Mirë. Kaloj mikrofonin të Anuari. Atëherë pyetja për ty Anuar është numroj kushtet e abdesit apo obligimet e abdesit. Kushtet e abdesit janë larja e fytyrës, larja e duarve mbi nyje deri te byryllat, larja e këmbëve mbi nyje, edhe një Cilën e ke harru? larja e veshëve,
Mes kokës me dorë të lakë. Fërkimi i kokës me dorë të lakta. Mirë. Atëherë pyetja për Edën është numroj 5 kohët e namazit. Koha e parë është sabahut, dreka, ikindia, akshami dhe yatsia. Mashallah. Bukur. Atëherë pyetja për ajanën është numroj 4 gjëra që e prishin abdesin. Lëshimi i gazrave. Po. Nuk e di. Mirë. Ne vazhdojmë pyetjen për ordin. Pyetja për ordin është numroj 5 shtyllat e Islamit. Shahadeti, Po. abdes, dhënia e zakatit, Edhe një herë. dhënia e zakatit, Thuaj me rënditje. Shahadeti. shahadeti, falja e namazit, Po. dhënia e zakatit, Mashallah. Haqë. leximi i Haqë. Kur'anit, haxhi, Haqëri. Po. agjerimi dhe haxhi, nëse ka mundësi. Drejko. Mashallah. Të dashur miq, rubrika me numrin përfundon këtu e kthehemi pas pak të shohim se sa janë të gatshëm për pjesën tjetër të garës. E tash shkojmë të një pjesë shumë interesante e garës, që është pjesa plotso fjalin. Unë e them deri dikun, pastaj ju përgjigjeni në pjesën që kërkohet nga ju. A jeni gati? Po, Me rregull, atëherë fillojmë me ordin. Kur'ani ju shpall? Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po, pra. Përgjigja juaj është e saktë. Kaloj mikrofonin te Ajama. Pyetja për ty është meleku që sulli shpalljen quhej? Meleku Gjibril. Po, përgjigja është e saktë. Eda, pyetja për ty është libri i fundit i shpallur është? Kurani, Është Kur'ani, po. Përgjigja është e saktë. Pyetja për Anuarin është kur gabojmë duhet të kërkojmë? falje, Duhet të kërkojmë falje, apo istikfar, mirë. Pyetja për Enesin është sjellja e mirë ndaj musafirit është prej shenjave të? Respektit, Prej shenjave të imanit. Po, pra. Në rregull, vazhdojmë tash me Enesin, përsëri. Enes, pyetja për ty është një person duhet të filloj faljen e namazit kur ai është? 7 vjeç. 7 vjeç. E pyetja për Anuarin është kur nuk kemi ujë, marrim Tejemum. tejemum. Përgjigja është e saktë. Pyetja për Edën është ne besojmë në të gjithë e Allahut pa bërë dallim mes tyre. Ne pejgamberet, Po, pra. Ne besojmë në të gjithë pejgamberët e Allahut. Pyetja për Ajanën është Allahu është Një dhe prandaj vetëm atij ta kanë adhurimi. Po, pra. Allahu është një. Pyetja për ordin është Allahu është i gjithdijshëm, ai di çdo gjë, edhe atë që është e fshehtë. Po, pra, përgjigja është e saktë. Mirë. Atëherë edhe kjo rubrikë, miq të dashur, përfundoi këtu. Kthehemi pas pak me rubrikën e radhës. Tash është pjesa e fundit e garës. Si po ndiheni deri më tani? Mirë, A ka qenë gara e nxehtë? po. Në rregull, tash edhe do të vendoset fituesi me këtë pjesë të garës. Kjo pjesë e garës quhet pyetje blitz. Pra, unë e bëj pyetjen dhe ju përgjigjeni sa më shpejt që mundeni. A jeni gati? Po, Fillojmë tash me Enesin. Jep jam mikrofonin Enesit, kaloja. Enes, pyetja për ty është çfarë do të thotë haxhi? Haxhi është me vizitu Qabën gjatë kohës të Kurban Bajramit. Po, pra, vizita e shtëpisë që atëherë në rregull, përgjigja është e saktë. Pyetja për Anuarin është si quhet rrotullimi rreth Qabës? Tavet. Ta? Tavet. Tavaf. Po, përgjigja juaj është e saktë. Atëherë pyetja për Edën është cilin muaj e agjerojnë muslimanët? muslimanët të agjerojnë muajin e Ramazanit. Po, përgjigja është e saktë. Pyetja për
ajonën është cili është kushti kryesor për vlefshmërinë e namazit? E pastru trupin. Po, përgjigja juaj është e saktë. Pyetja për ordin është, cili është njeriu i parë i krijuar? Njeriu i parë i krijuar është Ademi alayhis salam. Ademi alayhis salam, po. E mbaj mikrofonin në ordi. Pyetja tjetër për ty është, si quhet thirrja për namaz? Ezan. Ezan. Përgjigja është e saktë. Kaloja mikrofonin ajonës. Ajona, si quhet personi që e thirr ezanin? Muezine. Muezini, po. Pyetja për Eden është, kush nuk i bëri sejdë Ademit alayhis salam? Iblisi. Iblisi, i mallkuar. Pyetja për Anuarin është, pse u dëbua Ademi dhe Hava nga xheneti? Sepse ata kanë hëngrë një frutën e pemë që Allah i ka thënë mos të ngreni. Përgjigja është e saktë. Pyetja e fundit për Enesin është, kush ishin Kabili dhe Habili? Ishin dy djemë të Ademit alayhis salam dhe Havës. Po. Këto dhe përfundon kjo garë. E të dashur miq, gara përfundoi e pas pak do të shpallim fituesin. Të dashur miq, edhe kësaj gare i erdhi fundi. E tash jemi te pjesa më interesante. A keni emocione, fëmijë? A jeni të gatshëm me ditë pikët e juaja? Në rregull, atëherë fillojmë me i numëru pikët apo me i tregu pikët për gjithë secilin prej jush. Fillimisht, Enesi ka grumbulluar gjithsej 17 pikë. Urime Enes. Atëherë Anuari i ka grumbulluar gjithsej 20 pikë. Ajona ka grumbulluar gjithsej 21 pikë. Ordi i ka grumbulluar gjithsej 22 pikë. Dhe fituesja e kësaj gare është, tashmë edhe po e dini, Eda me gjithsej 23 pikë. Urime Eda. Që kom e fitu sepse gjatë këtij kursi kena mësuar shumë sene dhe unë jam qenë shumë aktive. Është një diçka që i ka munguar xhamis, i ka munguar nxënësve, ka qenë gara fer, ka qenë krejt, ta themi drejt për drejt, e lirë aty për aty, do më thonë edhe fëmijët ishin në gjendje që t'i ndonin njohuritë e tyre me neve dhe me fëmijët tjerë. Prandaj kjo përçoi emocion përmes përgjigjeve të tyre, përçoi emocion edhe tek fëmijët që nuk ishin garues. Faleminderit për ju që keni pasur në konsideratë që xhamia jonë me qenë xhamia e parë, me cilën me fillu uroj që në cilën do xhami që të shkoni, të kaloni edhe më mirë se sa që keni kalu tek ne, dhe prej çdo xhamie në xhamin tjetër më mirë e suksese të mëdhaja edhe juve. Faleminderit shumë. Mbushen zemrat me besim, çdo mësim na gëzon, zemra jon na ndriçon. Mësojni. Të dashur miq, kjo ishte gara për sot. Këtu është fundi i këtij takimi, shihemi në takimet e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullah. O mejtep, sa të dua, plot me nur, je për mua, bashkë këndojmë, bashkë mësojmë.